Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Pa humbur kohë nisim te emision të drejt për drejt Studio Sport në RTS Shkodra, duke folur përgjithsisht për futbollin, por do të ndalemi edhe tek futsalla, do të ndalemi edhe tek lojrat me dorë dhe tek bilardu në fund të emisionit. Por natyrisht që supersfida që u mbyll përpara pak momentesh në stadiumin Loro Boriçi dhe që u fitua nga Vllaznia me rezultatin 1-0 do të jetë epicendra e këtij emisioni. Që me njëherë prezentoj panelin që për herë të parë në këtë studio na vjen një mik nga Ulqini, por që është një emër shumë i njohur. Një ish basketbollist kampion me ekipet e ish Jugosllavisë, një 2 mitrosh si Misho Caučević. Mi se erdhe Misho. Faleminderit shumë. Faleminderit për respekt për Unë e thash në hapit të emisionit një shumë i njohur për vetë faktin sepse bashkëpunimet e Ulqinit me Shkodrën dhe kryesisht juaj si individ fal edhe qendrës sportive Caučević në Ulqin që dispononi, aty ku Vllaznia është përgatitur që nga data 3 janar dhe deri një ditë përpara takimit me Ignatin, por edhe çdo vit në fazën përgatitore dimnore Vllaznia, por edhe shumë skuadra të Shqipërisë, por dhe jashtë Shqipërisë janë tek qendra juaj dhe ju jeni ai që i prisni dhe i përcjellni siç bëhet edhe me ekipin e Vllaznisë. Mirë se erdhën në studio. Faleminderit shumë. E ndoj që të ndeshin ju pamë në Loro Boriçi, emocione shumë, ta fitore e Vllaznisë 1-0. Urime stafin edhe lojtar tanë edhe faleminderit si e kam pa neshjen edhe si jam karik me një emër i njohur, një Rudi Vate edhe faleminderit shumë për tanë. Shumë mirë. E funksionuat ma hoqet edhe momentin e prezantimit dhe prezantuat ju. Pra Rudi Vata është në studio, e bëri të ditur edhe Misho, me se erdhe Rudi. Mirëmbrëma. Kënaqësi e veçantë se ju jetoni mes Shkodrës, Shqipërisë dhe Skocisë, aty ku është dhe familja juaj, por shpeshherë po shfaqen në Shkodër të kohët e fundit dhe sa herë në Shkodër jeni në Loro Boriçi. I kënaqur për fitoren? Sigurisht, fitore e rëndësishme, fitore që normalisht fitoria parë e kampionatit për vitin 2026, fitore që t'jep shpresë. Sigurisht ka gjana që duhet mu rregullu, por është një fitore moralit edhe një fitore shumë e rëndësishme për rrugtimin e Vllaznisë të titullit kampion. Vjen prezantimin ton dhe i ftuar i radhës i treti sipas renditjes, kush mendoni ju se mund të jetë? Nuk po vonoj ta prezantoj, është një emër që ditët e fundit në fakt ka kohë që është shumë i njohur, por ditët e fundit është bërë shumë publik, është shkodrani i njohur, Seno Fishta. Mi se erdhe Seno. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, është gjithmonë një kënaqësi për mua, sepse na ke mbështetë si tifozë në hapat tonë parë kur kena kriju këto rrjetet sociale, edhe ftesat tuaja janë gjithmonë të këndshme. Ashtu si që thash edhe me Rudi Vaten dhe ju jetoni mes Shkodrës, mes Shqipërisë dhe Francës, atje ku keni jetuar për shumë vite, por ka mbi një vit që jeni në Shqipëri dhe jeni instaluar në Tiranë, atje ku po vijoni edhe tashmë një karrierë mediatike. Keni hapur një podcast me vërtet interesant që ka shumë shikueshmëri, por ai bumi i madh është Big Brother VIP 2025. Emocione, pa tjetër. Ja, një eksperiencë e jashtëzakonshme. Pavarësisht se dikush më thonë që mund të jetë një emision nuk është i vlefshëm ose s'vlen për asnjë gjë, por ka personazhe djem aty edhe me karakter që e tregunin që dolën pa marru edicionin si ishte këngëtari Stine. Ka shumë personazhe pozitiva, masaj në gjithë secili e gjen veten të gjithë secili karakter. Pjesa e podcastit tash e kena ndryshu, do ta bëjmë podcast bar, do ta bëjmë një tip barit që në banak ta kryejmë atë podcastin ton, plus që edhe i kurs që po bëj për drejtorin teknik të ekipeve që të rrim brenda botës sportit. Keni filluar kursin për drejtor? Ja, aplikimin e kam bërë edhe presë datën kur fillojnë. Tek ky podcast i ri, kur do ta ketë radhën Rudi Vata apo edhe Mishe? Po atjetër kënaqësia është ka vend për ton, edhe janë figura që kanë çfarë më thon, kanë çfarë më debatu, edhe kur ka debate, kur ka kritika, kur ka replika të mira, gjithmonë janë vlefshme për të thënë. Një super tifoz i Vllaznisë bashkë me grupin Diaspor, pjesë e një familje sportive shumë të njohur, Fishta, kur kemi parasysh superkampionin e mundjes Sejt Fishta, që është pikërisht nipi i tij, por kohët e fundit me zinin mediatike sportive është afruar së tepërmi.
Pa u larguar tek ajo, si qëllimi nuk është të ndalim me shumë tek Seno dhe tek Big Brother, ne jemi në rubrikë sportive, por dyshja Seno Fishta dhe Ilir Vrenozi, tifozi nga Korça, ka shumë simpatik, nuk e di se sa keni pasur mundësi ta ndiqni. Me të thënë drejtën, Senon për herë parë po e shoh këtu live, si të thush. Kam njeh disa fragmente në media, por nuk se kam pas mundësi me njek Big Brother. Po gjithsesi, këto janë karaktera që normalisht janë të rëndësishëm për ambientin, edhe çdo karakter paraqet një lloj personalitetit të vetin, gjithsekush domethënë me mënyrën e vet mundohet me demonstru atë që është edhe në jetën e përditshme. Kur janë karaktera pozitiv dhe i shërbejnë si thush të mirës të përgjithshme, sigurisht që është tepër e rëndësishme. Por Big Brother e di që ka lind aty te veni ku unë jetoje, majmen vitet ku unë kam luajtur sëllti, ku majmen ato vipat e parë të viteve 90, edhe ishte shumë interesant ato vite, shumë njerëz rrishin ka 24 orë, por me unë shpesh mandej na ardhi i ra vlera. Shqipëri sigurisht që është tregiri. Përjetojnë shumë. Po gjithsesi është emocionale, çdo gjë është emocion, çdo gjë është energji. Sigurisht që njerëzit pëlqejnë, sigurisht që kanë si thush illujt e tyne. Është bukur, po është bukur. Në këtë aspekte duhet të ndërhyj, jo më kotësh se në sonte këtu, jo për të folur për Big Brother, por për të folur për sportin, për tifozëdhekun, por edhe për spektaklin që ishte i pranishëm, se të gjithë ndjekësit që kemi vënë re në rrjetet sociale, janë tifozët e vllaznisë, të cilët kanë folur me superlativa duke e mbështetur Senon. Po sigurisht, sidomos kur ke persona që përfaqësojnë i qytet me histori e me tradit, është tepër e rëndësishme që me prezantu tamam ato vlera që dihen, domethënë. Edhe Sena jam i sigurt që ka prezantu, ka përfaqësu domethënë Shkodrën me ato karakteristika që Shkodra ka. Dhe kjo është e gjitha, sepse është imazhi i një qytetit, e përfaqëson një njeri, dhe kjo tregon pastaj edhe vlerat tona si qytet. Dhe jam i sigurt që Shkodrant historikisht kanë ditë me u përfaqësu mirë edhe me marrë vlerësimet maksimale. Krahas spektaklit, Seno jashtë spektaklit është i pranishëm fusin në të gjitha mediat kombëtare të Shqipërisë, të Tiranë, duke qenë personazh i vllaznisë. Kudo që është avokat i vllaznisë, pra. Unë kam kam theksuar diçka, ndoshta çdo gjë e bukur që kam bërë aty është pjesë e Shkodrës edhe dashnisë për vllaznin. Çdo gjë negative në thojza është gabimet e Senos. Unë kam thënë Shkodra ka pas e vllaznia një ndikim të jashtëzakonshëm në vështirësitë e mia kur kam qenë në emigracion, një ndikim psikologjik të jashtëzakonshëm. Do qoftë, la gjurmë, por jo ashtu si në Shkodra. Ju priste me të epër diçka nuk shkoi mirë. Janë gjëra tjera. Por gjithsesi bëri përshtypje ajo tufa me trëndafila në fund kur dolët jashtë, përsëri në qendrat e vëmendjes për atë shoqën tuaj brenda. Po kështu është, ne na mësu gjithmonë me trëndafila, me amëlsi, me gjëra të bukura, jo me trëndafila që ka Shkodra. Të rikthehemi tek ndeshja. Mendimin e kolegëve të mi të pultit të transmetimit, përgjegjësit të transmetimit Nino Jakova dhe kolegu tjetër Florian Gërdanit, do të kemi edhe panje nga ndeshja, por do të kemi me pas edhe prononcimet e dhëna me njëherë pas ndeshjes, ku kanë folur dy trajnerët, Edi Martini i Vllaznisë, Edi Tetova i Ignatiës, por edhe autori i golit fitores Sherif Kallaku për Vllaznin. Seno, ju gëzon kjo fitore e Vllaznisë? Po atjetër, çdo fitore e Vllaznisë më gëzon. Është gjë e bukur sepse nuk falni edhe për mënyrën se si ka ndryshuar skema, duhet pikë janë të rëndësishme, nuk është e rëndësishme me ka vetëm 4, por me kanë sa më afër sepse përgjithmonë. Kjo fitore është mirë për anën psikologjike të lojtarëve, i heq edhe i fort stresit drejtuesave, domethënë trajnerit Martini edhe Vjor Sinanit, sepse besoj që kanë marrë përgjegjësi të jashtëzakonshme, edhe shpresoj që të arrijmë objektivin e shumë i pritur
prej qerek shekullit? Misho, u tha në gjatë ndeshje, sidomos në fund kur takuat me miqtë tuaj se keni qenë shansi Vllaznisë sot. Ju në fakt dini vazhdimisht në Shkodër për ta ndjekur Vllaznin. Po. Edhe sot me thatë mbi 30 ulqina kanë qenë në tribunë. Ashtu, po. Po, shumë tifozë ka Vllaznia, edhe sot kam pa 20-25, trille s'ka sisht ashtu ali po vinë. Po moti nuk ka qenë shumë komod sepse vazhdimisht janë dhe edhe jena afër kufinit tash s'ka shumë njerëz edhe shumë shpejt vim edhe shetrisim pak blem diçka edhe une si njeri si ka ba Vllaznia 10 ditë përgatitje atë jam shumë i kënaq edhe urime Vllaznisë edhe stafin edhe tifozët Shkodran si për këtë fitore edhe unë besoj si kja fitore me ekipin për vend parë ishte një erë me shku shumë nelt. Me qemi se përgatitja... Shkodra meriton edhe unë jam shumë i knaq edhe urime tanë. Me qemi të përgatitja Vllaznisë, regjia ka disa foto ku ju jeni me pjesartë e ekipit, me Tanerin Di Martini, me kolegët e tjerë, por edhe me një gjest, jo me një, por me disa, se si pas mjekut sportiv Zydiqopa që është emblema e Vllaznisë në vite, ju keni qenë shumë pranë skuadrës, gjatë ditëve përgatitore e keni furnizuar nga ana juaj personale me fruta për para dhe pas servite dhe sidomos në ditën e ditëlindjes të kapitenit Begim Bala i keni dhuruar një tortë që regjia e ka tortën, pra ishte një iniciativë, pra kjo është torta. Rudi, diçka emocionale, jo vetëm që i ka shërbyer Vllaznisë, se Vllaznia ka qenë instaluar tek kompleksi që disponon Misho, por edhe ato... Gac, më falë, s'kam qef, ju falimdere, ali s'kam qef, Vllaznia ka ardhë me ba pun, me lek edhe unë vetëm pak respekt për Vllaznin, për arje në ulqin edhe për... Ajo të ishte simbolike. Gjithsesi, Misho është shumë modest, unë na njif në vite më parë, normali edhe unë me Vllaznin kam ba një fasë për jetuar të ka fushat. E keni jetuar që në kohën tuaj, është i hershëm Misho. Misho ka i diçka që është gjithmonë i qeshëm, është gjithmonë pozitiv, edhe gjithmonë i gatshëm me ndihmu me çdo gjë që ai ka mundësi me të ndihmu. Edhe kur nuk ankohet, e kur nuk e shef Mishon të mërziton. Vetë natyra e tij është shumë ikpritse, edhe është i burr me vlera, tamam vlera njerëzore e humane. Sigurisht që Vllaznia ka pagu për me shku mu stërvit aty, por kjo nuk është e rëndësishme me që kam kuptu unë, karakterin dhe karakteristikat e Mishos, e rëndësishme është që mi shërby skuadrave, sepse ai e kupton që të shku skuadrat shqiptare, sigurisht është një lloj imazhit edhe për qytetin e Ulqinit. Po, sigurisht. Edhe kjo i rrit vlerat edhe ambientit aty, edhe njerëzit mesin të kënaqën, edhe kjo bën që Vllaznia gjithmonë kërkon me shku aty sepse gjen një ngërhtësi. Ngërhtësia që ta afron Misho është e jashtëzakonshme. Edhe është vetë njeriu i ndërtuar i tillë. Edhe Vllaznia ka fat që ka një mik pric në çdo momente të vështira, kur koha e sidomos është e keqe, Misho është atje që është 24 orë i përqendruar tek fusha, ndonse ndoshta baza materiale nuk është e mjaftueshme, po Mishon e ken çdo cep të fush duke i bërë shërbimin si me ken bebja e tij. Domethënë është i njëri plot vlera humane dhe respekt maksimal. Ka qenë një bashkëjetesë mjaft ideale, mund të themi, Vllaznia Ulqini, Vllaznia Misho, dhe këte kanë shperur dhe pjesëtarët e Vllaznisë dhe kryesisht stafi teknik, presidenti Alban Xhaferi, por sidomos mjeku sportiv Zydiqopa. Taradita vazhdon. Sot ket Ulqini Mishon atje, Vllaznia ka të garantuar domethënë mikpritjen dhe trajtimin maksimal. Por më ka bërë përshtypje edhe një prononcim mediatik i Mishos për Vllaznin, një Vllazni model në gjitha aspekte, kështu jeni shprehur. Pra, jam unë në aspektin profesional, sjelljes. Vllaznia ka kënë shumë e sjellshme sepse ka djem normalisht që janë djem profesionista. E ka shprehur edhe Misho. Edhe Misho ka pas eksperienca të ndryshme, jo vetëm me klubin e Vllaznisë, por edhe me shumë klube tjera që shkojnë edhe nga Serbia edhe nga klube tjera të Malit Zi.
edhe sigurisht që din me ballë edhe diferencimin. Shpresojmë të jenë duke na ndjekur nga Ulqini, sepse kanë sonte me të vërtetë të drejtë të jenë më të vëmendshëm, sepse ka një përfaqësues të tyre në studio dhe shpresojmë të mos jetë i fundit, sepse me Ulqini kemi pasur vazhdimisht bashkëpunime dhe me këtë rast gjejmë mundësinë të përshëndesim një super tifoz që është shumë i njohur në Shkodër dhe në Ulqin Nak, Cufo Kaplani, po kalon një gjendje jo të mirë shëndetësore. Ju urojmë shërim sa më të shpejt nga kjo studio, një tifoz me të vërtetë super tifoz i Vllaznisë në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë dhe e ndjek me zemër, apo jo Misha? Po, edhe jam kënaq super, jam shumë i kënaq si një ditë para 3 ditë kur ka bajnë para stërvitje Edi Martini, drejtor Sinani, doktor Çoba edhe kapiteni Vala i kanë kënë shtëpi te Cufe. Po, te Cufe e kanë bërë një gest shumë i bukur edhe Cufi ishte një ulqinakari edhe ishte edhe shkodran me vllaznin me tani edhe Cufa është fanatik një ambasador sporti i Ulqinit. Cufa na vjen keq se nuk ka qenë i bundur nga ana shëndetësore. Nuk ka lanë qytet Shqipërisë pa njek vllaznik. Po. Ja vetëm Cufi. Telefonin tim nuk ka ditë që nuk telefonon, që nuk shkruan, që jeton me vllaznin. Po edhe kur ka nis si vjen vllaznia 3-4 herë, ku janë, ça janë, ça ban, si janë, ashtu, edhe Cufi ishte ju edhe përshëndes. Kështu. Bukur. Ne kthehemi tek Neshe sepse aty është përshëndrimi edhe opinioni na pret me interes për të diskutuar fitoren e Vllaznisë. Në fakt janë 2 fitore rrallëzi. E nisi me fitore për Kupën e Shqipërisë, eliminoi Pogradetin donse me 1 gol dhe nga fundi pjesës së dytë me 1 gol të Elbando Gjinit me kokë e kaloi turin dhe tashmë fitoria sotme. Rudi 3 pikë që janë shumë të vështirë sepse për momentin e kanë ngritur Vllaznin në renditje në vendin e tretë me 1 pikë me pak se vendi i dytë Elbasani që ka 34 dhe me 4 pikë larg Egnatis është në vendin e parë me 37 pikë. Sigurisht, Vllaznia sot e kishte domosdoshme fitoren, sepse vetë situata e krijuar ndoshta në 6-7 neshet e fundit të kampionatit të fazës që kaloi, sigurisht nuk po kalonte momente shumë të mira dhe humi shumë terren në raport me skuadrat e tjera. Me fitoren e sotme është kthyer, është fut prapë në valle. Është fitore shumë e rëndësishme në aspektin psikologjik sepse skuadra ka nevojë me vetbesim. Dhe unë sot kam pa një Vllazni cinike me një fitore ndoshta jo spektakolare, por me një pjesë të parë shumë të organizuar mirë. Dhe në aspektin pastaj disiplinës Vllaznia më ka pëlqyer shumë sepse sot ishte një Vllazni e disiplinuar, luftoi në çdo cep të fush, fituan shumë 2 luftime, edhe skuadra ishte nuk i rrallë herë domethënë mund të ketë humbë ekuilibrat në një moment veçantë, por në përgjithësi ka një Vllazni solide edhe ka marrë një fitore tepër të rëndësishme. E pyetëm edhe teknikun Martini në konferencën e shtypit në lidhje me disa ndryshime që sot kishte aplikuar, sidomos me futin e Bismarckut nga minuta e parë, lënë jashtë Kastratit apo një lëvizje në Prapavi dhe i theksoj që jam shprehur që në fillim të kampionatit se të gjithë lojtarët janë të gatshëm për të luajtur nga minuta e parë dhe do të ketë rotacion edhe sigurisht mbaret edhe te forma e futbollistave. Sigurisht që kanë pas futbollista që për një periudhë kohet nuk kanë kënë maksimumin e tyne. Morate s'ka kënë maksimumin e tij, Çatu s'ka kënë, sigurisht Kastrati, gjithë këto djem domethënë të shtipu kthehen. Bismarck për mua sot ka bën një pjesë parë të jashtëzakonshme, ka kënë gjithmonë rrezik për kundërshtarin. Krijote gjithmonë panik, bala e majti sipër skuadrën dhe gjithmonë me 2 luftimet e tija krijoi domethënë mjaft hapësina. Në aspektin ofensiv Vllaznia ishte shumë e fortë, sepse Kallaku ka bërë një neshje shumë të mirë, është shumë lojtar i rëndësishëm, është inteligjent, e njeh shumë mirë
e njeh shumë mirë kundërshtart, ka besim, i jep skuadrës një lloj frymëmarrje. Gjini me mbrojtjen normalisht janë të mirë organizuar. Portieri shumë oreks për sulmin. Portieri është shumë shënoi golin e kualifikimit në kupë me kokë dhe edhe sot tentoi pati 2-3 momente. Sigurisht, por mi gjitha sot në pjesën e parë kam njek pak a shumë neshjen ka ana mbrojtjes vllaznisë, më ka pëlqyer mënyra se si portieri komandote në tana situatat. Ishte një pikë referuese, sot duhet ta pranojmë edhe pse ka pasur momente kur edhe kemi përcjell kritika, por sidomos në pjesën e dytë dhe në fund, nëse Vllaznia fitoi dedikohet edhe atij ai sepse bani 2 pritje tepër të rëndësishme. Ajo gjujtë goli. Dhe ishte një organizator shumë e rëndësishme me organizu mbrojtjen situata ku skuadra bjen në aspektin fizik e psikologjik, ai gjithmonë karikote skuadrën, edhe më pëlqej. Tipik shkollë gjermane e futbollit. Edhe demonstron fushën, nimon mbrojtjen, nimon skuadrën me marrë rezultatin e duhur. Po në përgjithësi, kompaktësia, skuadra ishte e organizuar në gjitha aspektet, ndrimet sigurisht që Kastrati është një lojtar që është shumë i rëndësishëm për Vllaznin. Morata i prap duhet me kriju, me ndërtuar kondicionin fizik që ka pas. Po me këto lojtar, domethënë në fazën sulmuese Vllaznia bëhet shumë e rrezikshme nëse Edi Martini bëhet me dhimbje krejet për zgjedhjet që i duhet me bë, se janë lojtar gjithë me vlera, kanë gjithë kapacitete që në fazën sulmuese me kanë determinator vendimtar. Edhe duhet sa më shpejt me gjetë formën e tyre maksimale, sepse sa më shpejt që këto futbollista gjejnë formën e tyre, aq më e rrezikshme bëhet Vllaznia. Edhe nuk ka nevojë për me shtu lojtar në skuadër, sepse kanë mjaftueshëm. Jo, ka diskutime, opinione, edhe në konferencën e shtypit Edi Martinin e pyetëm dhe kolegët e Senofistë, sidomos te grupi Diaspor, ku aty e ka nisur senior, vazhdimisht kanë përcjellë edhe opinione merkato të zhbllokohet merkato, po Edi Martini e konfirmoi sot, do ta ndjekim me pas në konferencën e shtypit, merkato është e hapur, duket se janë shlyur të gjitha detyrimet dhe madje theksoj se kemi qenë shumë pranë një futbollisti, po nuk e di pse nuk u realizua theksoj. Jam mendoj që Vllaznia ka ekipin e kompletuar, më thënë drejtën, kena bërë një merkato jashtëzakonisht mirë në çdo repart. Ka mendoj që është mundësia nëse ka në mungesë në çdo ke edhe elementat të akademia që mund t'i aktivizosh. Llet vet kur janë ekipi kompakt. Llet vet shilosin mirë. Një dru me vu edhe i del loja, kupton? Mendoj që Vllaznia s'ka nevojë për merkato, ma të fokusohet ty në lojtarëve që ka, ti marrin maksimumin e ka ekipin shumë të mirë. Megjithatë, Rudi është folur shumë dhe po flitet përsëri për një rikthim të mundshëm të talentit Kevin Dodaj, i cili u largua me bujë nga Vllaznia në Bullgari dhe ndoshta më të ketë një gjuhë të përbashkët për një rikthim huazim për këtë fazë të 34. Si mund ta nuk e shikoj efikase, edhe mbien keq sepse normalisht Kevin Dodaj është një djalë i ri. Jo kemi ndjekur shumë për jashtë. Edhe mu normalisht gjithmonë më ka pëlqyer, por nuk më pëlqen pse mu kthy prapë në kampionat shqiptar. Për mu Kevin Dodaj duhet me luftu me të bë hapin përpara në karrierë. Kthimi në kampionatin shqiptar nuk është në aspekt, në gjitha drejtimet nuk e ndihmon mu rrit me bë hapin tjetër. Sigurisht është një opsion, por edhe të Vllaznia s'ka më pas vendin e garantuar, sepse me Murate, me Kallaku, me Bismarck, me Balaj, me kush është tjetër aty në fazën ofensive, plus që te Vllaznia është një djalë Kubazi që vëllai po rritet. Kubazi Ara ka dhënë sinjale shumë pozitive. Domethënë Tafili, Kubazi Ara, këto janë lojtarë Uldede që mendoj që duhet me fillu me marrë qytet. Që normalisht pak a shumë kanë pas një eksperiencë skuadra e parë. Edhe normalisht edhe ato presin momentin e tyne. Edhe ato normalisht janë si thosh, shpresoj që t'i jepet edhe atyne mundësia, t'i jepen hapësinë të marrin minutazhin. Po Kevin Dodaj më u kthy te Vllaznia
Më duket pak si... Emri e tij po lakohet shumë madje Dakor, në dakor, pushimin pushimin e ndeshjes ne ishim së bashku në tribunën VIP dhe jo shumë larg edhe vendet e VIP të ekipit të stafit të Egnatius, ku ishte edhe presidenti Demrozi dhe stafi i tij dhe vura në lëvizje, interesimi, kërkonin komunikime dhe kërkonin kontakt me babajn e Kevin Dodaj që ishte në tribun. Rok Dodaj është kryebashkiaku i Pukës dhe ishte në tribun, është një super tifoz i Vllaznisë, pavarësisht se djali i tij po lutem në Vllaznin, po vura re që po tentonin të komunikonin dhe unë arrita të mësoj se interesoheshin për Dodën, ta kishin... Po interesohen se është lojtar i ekipeve U21 të Shqipërisë, është lojtar i rëndësishëm i 21 vjeçarëve të Shqipërisë. Kevin Dodaj është një lojtar që ka disa karakteristika shumë të mira. Normalisht lëvizja që ka bë, sigurisht nuk e di a ka kanë studiume, nuk e di a ka pas, më duket ka ndru edhe trajnerin tek skuadra që ka mrit në Bullgari, trajneri që ka ardhur, ka zëvendësu, nuk do të lëvizi nga skuadra aty. Por unë mendoj që ma frydhance do të kishte kënë që Kevin të lëvizin të një skuadër tjetër kampionatit shqiptar se sa tek Vllaznia. Për ta përfunduar, për ta konsumuar çështjen Dodaj gjithnjë nga informacionet brenda klubit Kuçi Blu, nëse do të ketë një lëvizje huazim të Dodajt vetëm tek Vllaznia e lejon rregulloria sipas një procedure që flitet brenda klubit Vllaznia, sepse vetëm një klub duhet unë Kevin do ta këshilloj me najt aty me luftu fort edhe me duru presionin, sepse për ndryshe te Vllaznia vjen sepse do me e pas, si të thush, situatën e rahatshme. Futboll, sigurisht jo vetëm Kevin, por kanë lojtarë të niveleve shumë të mëdha që kanë pas momente të vështira, dhe momentet e vështira të bëjnë ty lojtar të fortë, ndërtojnë një mentalitet luftetarit, se mu kthy këtu më duket shumë e lehtë. Edhe nuk është që ka me ndihmu Kevin në aspektin e rritjes si futbollis. Të presim, ditët e merkatos janë deri në fund të janarit, por gjithnjë se thashun ka një bazë, thuhet që nga ana ligjore vetëm tek Vllaznia mund të rikthehet fal aktivizimit që ka pasur në fazën e parë, prandaj kjo është ideja. Do të kalojmë tek prononcimet e pasndeshjes, nëse kolegët e mi të regjisë, Jakova dhe Gerdani kanë gati trajnerët Martini dhe Tetova, si dhe autorin i golit e fitores Sherif Kallaku, do t'i ndiqsim me kënaqësi. Faleminderit. Pak e vështirë, por E vështirë. merituar sipas jush? E vështirë. Po tjetër që e meritum edhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë, pavarësisht se i la me Ignatius çarkullimin e topit. U rujt me mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim e djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum, kjo është gjë që më gëzon, dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikët. Është një lloj konfirmimi profesor kjo fitore me Ignatian për vazhdimsi. Dhe atë mu më gëzon fakti që lojtarët damtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kan dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo gjë që më gëzon. Thash që janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vinë nga damtimet, po marrin gjendje, nuk duhet i sforcojmë të i fusim para kohët në lojë, sepse mandej damtona shumë. Sa rëndësishme është edhe në aspektin psikologjik, profesor, kjo fitore ndaj Ignatius, duke qenë se keni dëshmuar superioritet në 3 sfidat, në këtë kundërshtar që mund ta keni sërish kundërshtarët në final. Jo, ne faktikisht me kundërshtar direkt kemi pas jemi më nelt, si më them edhe me Dinamon jemi njësoj, me Ignatin jemi më mirë ne, me Elbasanin jemi barazim, ne kemi lënë pikë me ekipet e tjera, por thash, shumë e rëndësishme është kthimi i lojtarëve në formën e tyre. I presim, kanë rritje shumë, sepse ne shohim edhe parametrat fizik mas lojës dhe gjatë stërvitjes që i monitorojmë.
janë rritje e sipër, them që shumë shpejt ato do rrisin te pikat maksimale që të kthehna aty ku ishim pak më në fillim kampionatit ose në fazën e parë. Gjithsesi thash, më gëzon që po shkojnë tek ajo formë që ata kanë pas përpara. Për të pikëve sa pamë edhe një rrithim uriet, agresivitetit, dëshirët të lojtarët për fitu. Këtë agresivitet, dëshirë lojtarët e mi jo se nuk e kanë pas. Për thash, gjendja fizike, mas damtimeve të shumta që kena pas nuk ta lejojnë për me bëha, sepse mendja dhe forca janë dy gjëra, nuk mundesh me kanë i gatshëm, sado që ti jesh i mushur dhe ti jesh në kokë për me bërë një gjë tillë kur gjendja fizike mungon atëherë duhet edhe çalojmë. Kështu që sot unë s'kam pas kur dyshimet e dëshira dhe luftat jemve, thash duhet me u pajtu fatit që kishim përpara, me gjitha të damtimet që kishim tash s'na merr gjatë jetë të rekuperojmë forcat, sepse kampionati është shumë shpejt. Patet paksa ndryshime në emrat e formacionit, Bismarck nga minuta e parë, Kastrati e nisi nga Stoli. Pikërisht, janë lojtarë që unë kam thënë edhe në fillim kampionatit që këto lojtarë janë gjithsecili për me hime lujt nga fillimi dhe vehem vështirësi. Unë shaf cilët janë më mirë gjatë javës, mundona me përshtatë edhe kundërshtarit, kështu që çdo ditë më tepër ata po vinë, çdo ditë më tepër do të vëmë vështirësi që me fut nga fillimi, por gëzohem faktit edhe jam i bindur si unë edhe çdo futbollist nuk e ka të rëndësishme kush lun, kush nuk lun, por të rëndësishme ka kush fiton nesh. Apo e shikon skuadra mundësinë për të ndërhyrë në merkato? Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më dhanë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këto ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme. Presim në një që do dhe nga data 20, 21, 22 presim në lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marrë në lojtar që na shërben. Çfarë parti profesor keni më shërbim? Po tash me thonë të drejtën ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fus sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do të na kishte bë mirë. Edhe diçka tjetër, kolegu juve trajneri Ignatios Tetova pati ankesa për gjykimin. Cili është komentimi? Se di, nuk e kam ni, unë di që u bëj loj fair play në tana drejtimet, nuk e di këta ankesat e gjykimit janë bën mod të shtisoj humim. Unë s'pash një gjë që mundem i thonë Albir Biles, nuk e di, e ka gjykuar ashtu. Unë ta kanë me po ekipin tem, lojtarët e mi. Ndeshja radhës? Ndeshja e fort, mas 4 ditëve lusim kundër Dinamos, ekip shumë i mirë, ekip që është aktualisht sot është një pikë mas nesh, por mundet nesër me barazu, me fitu, mund t'jena prepator të jena dy rival direkt që luftojnë për trofe. Do jetë ndeshje e fort, do bëjmë maksimumin, ashtu si që ishim sot, bashkup, ashtu do të shkojmë edhe në Tiranë, mandej Zoti e din si me loja. Një moment Shkodër, nuk e filluat mirë fazën e tretë. Po, sigurisht për te mungesave, se sot realisht kishim 5 mungesa, sigurisht që ndikojnë ekip, por megjithatë për çfarë dhanë çunat në fush, jam i kënaqur, sigurisht që kishim lojtarë jashtë pozicionit, sepse ishim të detyruar për hir të mungesave, por megjithatë duhet të theksoj pak pjesën e arbitrimit, mendoj që pjesën e parë ndërhyrja që në mbrojtësit që nuk merret fare me topin është penallti në favor të Ignatios dhe pastaj marrja vendimit për anullimin e golit, pastaj nuk e di, jam pa fjalë. Sipas jush Vllaznia meritoi apo jo fitoren? Mendoj që rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. Simas asaj si shkoi loja. Rastet ishin sigurisht me pikatore për të dyja, por megjithatë duhet i thurë elozhe portierit të Vllaznisë me ato dy pritjet në fund. Bëhet më i bukur kampionati profesor me këtë fitore të Vllaznisë, edhe pse si shkon për shtat. Atëherë nuk ka pse, se normalisht Vllaznia dihet, forca e Vllaznisë sigurisht që ka një ekip goxha cilësor. Në krahasim me ne sot paktën që ishim të gjysmuar, mendoj që zhvilloi një ndeshje të mirë, po dhe ne u përgjigjëm mirë me rastet që kishim. Duket sikur kur mungon Aleksi nuk funksionon mirë. Jo, nuk është e thënë, ne kemi bërë rotacione të shpeshta tek kjo pjesa, por siç e thash sot ishim 5 mungesa, nuk janë pak 5 mungesa, ku 4 janë lojtarë të formacionit, dhe kështu që ishim të detyruar të modifikonim diçka. Sa ndikon kjo humbje në vazhdimsinë e kampionatit, profesor? Nuk besoj që ndikon.
Sigurisht është një mësim që do ta kthejmë për mirë, do ta kthejmë forcë. Mendoj pastaj që shumë shpejt, sepse shoqëri që janë këto ndeshje të shpejt, do ta harrojmë që të kemi përballjen e radhës. Profesor, nisim me komentet sportive, por shëndeti i Tetovës i stabilizuar, okay? Si kam qenë jo, por mendoj i stabilizuar. Urojmë me gol dhe përstërim ndaj Ignatios, pra duket që kësaj skuadra keni marrë dorë një super gol në Rogozhin në fazën e dytë dhe tashmë përstërim gol. Urime. Pavarësisht golit, jam i lumtur për trepishin edhe për gjithë situatën që kena kalu, sepse them drejtën në fazën e dytë kemi pas një vështirësi dëmtimesh që jo gjithkush na ka kuptuar dhe jam shumë i lumtur që jemi rikthyer te fitore edhe mendoj që na shërben për të pas një vazhdimsi më të mirë edhe për këtë vit. E merituar sipas jush fitoria sot? Po normalisht kundërshtar direkt, kundërshtar vështirë, edhe ato kanë zhvilluar një ndeshje të mirë. Dhe më shumë, siç thash, jam i lumtur vetëm për 3 pikët, pastaj analizën e merituar apo jo nuk duhet të shumë kësaj pjese. I marrë 7 pikë Ignatios kampion dhe Krususi kampion. Kjo tregon që Vllaznia është në rrugën e duhur. Po, unë mendoj që ne objektivin e kemi shpallur, duke marrë parasysh edhe emrin e ekipit Vllaznis, një emër shumë i madh pavarësisht se ka shumë vite që titulli i mungon, unë nuk du të jem edhe shumë euforik, por është Vllaznia që dhe njerëzit përreth që ta sjellin euforinë. Nuk është thënë që ne jemi euforik kur fitojmë apo ne mundohemi të marrim ndeshjet një pas një. Dhe për këtë arsye mendoj që 7 pikë kemi marrë Ignatios, por kemi lënë pikë me të vogla, kështu që duhet rregullojmë shumë gjëra për dal kampion dhe ç'është më e rëndësishme sot ishin 3 pikët dhe vazhdimësia, sepse në fund vitit shifet edhe klasifikimi. Në aspektin personal, Ignacio ka vakun me ato çfarë projekte tek Vllaznia? Po, normalisht unë që kur kam ardhë, kam thënë edhe më parë raportin me profesorin, me Martinin, kam një raport shumë të mirë, mundohem t'jap gjithmonë, jo vetëm për Vllaznin, por për çdo ekip që kam përfaqësuar, mundohem t'jap gjithmonë më të mirën. Normalisht këtu kam ndier paqe me veten, me ekipin dhe mundohem gjithmonë shpreh më të mirën. Në qytet si ndjesh, Tallan? Po, normalisht jam i lumtur bashkë me familjen, kështu që kjo është gjëja kryesore për mua, të kem paqen me familjen, me veten dhe gjithmonë do jap më të mirën, edhe për ekipin, duke marrë parasysh edhe për objektivat e Vllaznisë. A do doni që sonte të ishte stadiumi më i mbushur me tifozë? Po, normalisht tu e dashurojm futbollin, unë e përjetoj edhe gjatë rrugëve. Kështu që unë i di edhe tifozët mërziten, shohin ekipin që është kualitativ, duan gjithmonë fitore, por them drejtën, kampionati shqiptar është i vështirë edhe ato kanë drejtë edhe kur kritikojnë edhe kështu, por mendoj që edhe duhet na arrin shumë herë më afër. Dedikimi për golin. Po normalisht unë vajzën. Unë çdo gol që shënoj për vajzën time, për nusën time, kështu që ajo është gjëja më e shtrenjtë e jetës time. Nga fusha me pak probleme, do i shqetësuese për ndeshjen së Them drejtën nesër të bëj një grafi tek brinjët edhe shpresoj mos të jetë shqetësuese, duke marrë parasysh që kam pas edhe i dëmtim shumë të vështirë dhe shpresoj të jetë kalimtar dhe mos zhvuaj te kjo pjesë sepse mendoj që jam në gjendje të mirë dhe duhet ta ndihmoj ekipin çdo ndeshje. Javën e ardhshme Dinamo, si e prisni? Po, është ekip shumë i vështirë, na kanë marrë një 3 pikësh, kemi marrë një 3 pikësh, do ta shohim si ndeshje radhë. Është një transfer e vështirë me thonë drejtën. Kanë të njëjtin, jo të njëjtin, por mund të them pak a shumë të njëjtin stil loje me Ignatin, kërkojnë të luajnë topin, por ne duhet shkojmë të mobilizuar dhe gjithmonë të kërkojmë të marrim maksimumin. Faleminderit. Rikthehemi në studio, ndoqëm edhe prononcimet pas ndeshjes dhe natyrisht erdhën edhe prononcimet, premtimet dhe optimizmi për ndeshjen e radhës, është një ndeshje me vërtet e vështirë, luhet ndaj Dinamos, nuk luhet në Tiranë, do të luhet në Elbasan Arena Rudi. Dinamo Vllaznia vjen përsëri kjo përballje, duke na kujtuar ato skenat e Loro Boricit me atë fitore shumë entuziaste të Vllaznisë. Po sigurisht që Dinamo, për mu Dinamo është, unë e kam njeh Dinamo në Kupën e Evropës, edhe më ka lënë shije shumë të mira. Mënyra se si Ilir Daja e përgatit skuadrën, sigurisht që më ka lënë shije të mira. Edhe unë mendoj që Dinamo është një prej pretendentëve të kryesore të Vllaznisë për titullin kampion. Edhe mendoj që është më avancuar se edhe Ignatia. Por gjithsesi kjo është ndeshje, si thosh,
neshje nervash, ka me pas provokime sa dush, sigurisht që Dinamo ka synimet e veta, dojnë mu hakmar, por skuadra është në gjendje me përballu çdo lloj situate që të paraqitet. Kryesorja është që mu sjell si profesionista, edhe me bë i punë profesionale të mirë, me marrë rezultatin që vllaznisë i intereson. Kështu unë mendoj që Martini e kupton shumë mirë që ajo neshje që ka kalu ka lanë disa shijet këqija tek kampi Dinamovit. Kanë me kanë provokimet, por kanë me kanë edhe këto provokimet janë edhe pjesë e rëndësishme edhe e futbollit. Prandaj na futbolli bëhet interesant se dikush ka i gjykim ndryshe nga gjykimi i tjetër kujt. Po kjo neshje është neshje tamam karakterit që ka me tregu tamam se sa jena ne të angazhuar për me luftu për titullin kampion. Është neshje shumë delikate, decizive, nuk mundesh me thonë, por ka me tregu karakterin e vllaznisë. Kjo neshje ka me tregu karakterin. Senos po e vinë shumë mesazhe, duket që po ju ndjekin, Seno, ato simpatizantët tuaj. Po tjetër, të tifozët e vllaznisë, sidomos grupi diaspor, gjithmonë janë aktiv. Herë rebelon atan, po gjithmonë sa të është një ditë e bukur ose një natë e bukur, sepse ka fitu Vllaznia, kështu që me që po flisim për duelin Dinamo Vllaznia. Po. Duhet të kujtojmë që më njëherë pas asaj ndeshje që u festua shumë Shkodër, Vllaznia pati ato luhatjet e saj as pak të mira, por mos është momenti për ta rikthyer përsëri, sepse Vllaznia e nisi mbar vitin 2026, po ky është momenti ndoshta të ndeshjen e rradhës me Dinamon që një fitore e mundshme ndaj Dinamos i jep mundësi që Vllaznia të kompensojë ato çfarë ka humbur në fazën e dytë. Mendoj që fitoria me Dinamon është një konfirmim absolut i objektiva e Vllaznisë, edhe konfirmon formën e mirë që ka ekipi, edhe krijon një stabilitet të mirë për vazhdimsinë. Kjo që i jep edhe qetësi ekipit, pikë të bëjnë punën e vet, por është një konfirmim për rezultate pozitive të disa neshjeve. Mendoj që ka shumë ndjekim për vazhdimsinë. Misho, si e parashikon Dinamo Vllaznia, luhet në Elbasan Arena? Pa mirë ishte si s'luan në Tiranë, vetëm Elbasani ishte as Shkodër, as kjo fitori ishte një herë shumë i mirë për Vllazni, për me hyrë në neshjen. Vllaznia e ka, si unë jam analist i futbollit, atë si e kam pa sot edhe ata si e kanë ba stërvitje një 10 ditë atje në Luqin, ishte ekip për me ba një rezultat shumë i mirë. Shumë mirë edhe për emër e Vllaznisë, edhe për tifozët edhe për ta. Vllaznia është në dy fronte, ka të hapur pretendimin edhe për kupë dhe për kampionat. Po, atë kupën me Byllsin. Me Byllsin, po shorti. Po, lunë parën neshjen atje, mësane këtu edhe aty e kajnë shanse edhe janë vetëm me shku për para edhe... Me që e preku edhe kupën Misho e Arudi, mendoni që ndër ato 3 pretendentet si ishin, Byllisi ishte më i favorshëm apo? Sigurisht. Byllisi ishte alternativa më e mirë. Mendoj që Vllaznia shumë më dominante. Byllis ka me luftu për mjetesë, është skuadër që ka humbë neshjen me Tiranën, të është i futet në vallën e mjetesë. Duhet shumë energji, duhet me menaxhu lojtarët, sigurisht që kupa nuk është primare. Primare për Byllisin është po të njëjtën kohë për Vllaznin, ky vit është primar për kampionatin, sepse është skuadra e ndërtuar për me fitu kampionatin. Ka pas fillim kampionatin e ka pas shumë mirë, 7-8 neshjet e para ka qenë kryesuese, mandej na mori si thush u disbalancu. Po tash është momenti prap me Dinamo, nëse mas neshjes këtu në Shkodër Vllaznia humbi disi ekuilibrat, këtë neshje ndoshta e ndihmon Vllaznin për me rregullu dhe më fort ekuilibrat edhe me shfaq vlerat e pretendentës, sepse këto neshje janë ato neshje që ty të arrisin pjacën. Edhe neshja parë me Ignatian
ishte ndeshje shumë decisive. Tani vjen për aspektin më tepër edhe të moralit, aspektin e entuziazmit në skuadër. Po kur mendon që ishte 7 pikë para Egnatia, mas kësaj ndeshje janë 4 pikë para. Pra, janë shumë pikë në lojë, por çdo ndeshje ka 3 pikë, por kjo ndeshje është ndeshje moralit edhe ndeshje prestigjit. Plus që skuadrën, unë e shikoj tani skuadrën me kthimet e shikoj që nuk munden ma mu kthy me dalë jashtë formet. Futbollistët duhet me ditë me rujt formën e tyne, duhet me ditë të shtim me rujt edhe energjit, duhet me ditë mu kthy në maksimumin e tyne, sepse është e bukur me luftu për titullin kampion. Kjo është qëllimi e kjo është objektivi çdo futbollistit, por tani janë në valle të vërtet, me këtë fitore janë fut taman aty ku duhet me kanë. Si zakonisht emisionin tonë e ndjekin maksimalisht brenda dhe jashtë Shqipërisë, por nuk mund të lëmë pa përmendur një mik tonin të përbashkët që vazhdimisht ne e cekim, bëhet fjalë për Bardhmaçin që na ndjek nga Irlanda, na përshëndet të gjithëve në studio, por në veçanti treshin e panelit, duke nisur nga Rodivata, Mishon dhe Senofishten. E përshëndesëm e ne ish arbitrin e njohur të futbollit Bardhmaçit dhe gjithë ato që tregojnë vëmendje dhe kujdes në ndjekjen e këtij emisioni të drejtë për drejtë në këtë momente në RTS Shkodra, dhe retransmetimi do të jetë si zakonisht një ditë më pas, pra i takon nesër të njëjtin rreth orës 12:30 minuta. Rudi, edhe diçka për dy ndeshjet e sotme. Tirana jep sinjale. Tirana jep sinjale mjetese. Fiton një ndeshje të dobishme në transfertën e Ballshit. Nuk e priça me të thënë drejtën, sepse fusha e Ballshit është shumë fushë e vështirë. Sigurisht që janë shumë komponentë që përcaktojnë fitoren, por me fitu ndoshta në një terren të tillë ku nuk len as me luajt futboll, ka kanë fitore e madhe për Tiranën. Po Tirana është shumë e rëndësishme me ndajt pjesë e kampionatit superiores, sepse superioria pa Tiranën nuk do të fitonte, do të mbeste shumë larg. Do të ishte një shkëputje e Byrysit me 21 pikë dhe do të mbeste Tirana me 10 pikë. Tashmë Tirana ka 13, është përsëri e fundit, por i është afruar me 2 pikë Flamurtarit, që ka marrë sot me një pikë në transfertën e Elbasanit, dhe me Ballshin ka 5 pikë diferencë. Pra do të jetë një mini kampionat. Ka me kanë një garë, ka me kanë garë edhe Vorën. Sigurisht që edhe Vora ka për të futur në vallën e Mietes. Megjithëse luan nesër Vora, ndeshjen e parë në fushën e stadiumit e ri. Tani luan përballë Partizanit. Të shti fillon presioni. Vora është skuadër e re, të shti Vora kur futet në atë vallën e Mietes, aty ka të bëjnë shumë edhe tradita. Sigurisht që duhet me ditë se si fitohet në superior, duhet me ditë se si mjetohet. Vora ka eksperiencën e parë. Zakonisht këto klubet që s'kan reputacion fort madh, presioni është edhe më i vogël, sepse edhe pritshmëritë nuk janë shumë të mëdha, por Vora, Bylis, Flamurtari e Tirana janë skuadrat që kanë me luftu për mjetesën. Vora, si thash më herët, ka luajtur në 2 fazat e para në stadiume të ndryshme, madje ka bërë disa ndeshje me mirë kuptim me kundërshtarët në fushat përkatëse, dhe nesër edhe pse Partizani është pritës, do të luajë në stadiumin e ri të Vorës hap dyert nesër. Nesër është ndeshja e parë inaugurare në stadiumin e ri modern me parametra kombëtar dhe ndërkombëtar. Pra i shtohet një stadium Shqipërisë. Një stadium me fushë sintetike apo me fushë barit? Nuk jam i sigurt me çfarë barit do të jetë, por sipas informacionit nga Federata Shqiptare e Futbollit, është një stadium me parametra i licencuar edhe për ndeshjet e huaja. Sigurisht që Vora është një klub i ri, është një klub që nuk ka traditë në futbollin shqiptar, po ato janë si Egnatia. Sigurisht që edhe rrugtimi tyne mundet me marrë për mirë, nëse mjetojnë këtë sezon dhe nëse kanë investitor serioz me strategji afatgjate, sigurisht që ato mundën me marrë një lloj hovit. Po në futbollin modern nuk ka të shti fusha jeme, fusha jote, skuadrat janë pak a shumë pak nikon kjo në këtë aspekt, sepse Partizani është skuadër e kryeqytetit, kryeqyteti me Vorën nuk janë as 20 minuta larg,
Bile gjitha ajo zona Vorës, gjitha ajo zona Vorës është mi popullume me reparte ushtarake ku shumica kanë kene janë tifozat Partizanit. Kështu që shumë ma tepër tifoza kanë kene tek Partizani e ka ndoshta më të garantuar fitoren aty se te kompleksi tyne. Në ndeshjet e sotme krahas fitores të Vllaznisë 1-0 me Ignatin, fitoi si tham edhe Tirana në transfert me Bylusin, barazim Elbasani e Flamurtari Seno. Elbasani frenohet, ndalet në shtëpi nga Flamurtari, i cili ka lëvizje shumë në këtë merkato dimërore. Elbasani ka një ekip mirë, kam njekë edhe neshjet që ka pas me Vllaznin, por... Kemi qenë së bashku, me ju dhe me Meridan Ramçaj. E kemi ndjekur atë ndeshje në Elbasan Arena aty kur u përfol dhe doli realitet përfshirja juve në spektaklin e Big Brother. Po, ishte një neshje, dhe më thonë që Elbasani, jo vetëm atë neshje, po ka tregu neshjet mira, po mund tjetë është i kriz rezultatesh, se i kalën çdo ekip gjatë sezonit. Po ka ekipin kompakt, qetësi financiare ka. Shumë ka qetësi, thuhet ka. Po, janë 5-6 ekipe që kanë qetësi financiare, kjo është... Ka dhe qetësi qeveritare. Po, kjo është i bonus, atër. Kjo ka i bonus. Nesër, e thamë që do t'jetë Partizani Vora, në fakt është në kalendar Partizani Vora, por luhet në Vorë, Vora Partizani, por është edhe sfida tjetër shumë interesante, Teuta Dinamo. Edhe kjo një ndeshje për t'u parë, ku Teuta është në vendin e 5 për momentin me një ndeshje me pak dhe Dinamo në të 4-tin, edhe kjo me një ndeshje me pak, pra si janë përballë njëra tjetrës me 32 pikë. Tesh na duhet me pa dhe në i përforcim, Dinamo si ka i largu një mesfushor mbrojtjet në duket. Dhe është përblyer me shumë të majme. Sigurisht që edhe këto... Kjo është anë pozitive. Sigurisht. Kur arkat e klubit mbushen. Sigurisht që ato kanë ballë dy transferta të rëndësishme në Ukrainë gjatë sezonit të verës. Në aspektin financiar, Dinamo është ndoshta skuadra më stabile, sepse ka pas edhe të ardhuna, edhe ka komoditetin me investu tek lojtarë cilësor që mund t'i shërbejnë dajës për qëllimin e vetëm që ato mund të kenë titullin kampion. Dhe klubet e kryeqytetit gjithmonë janë edhe disi më të privilegjuar sepse edhe futbollistat që vinë në Shqipëri, që ka një lloj vleret në tregun ndërkombëtar, shumë futbollista preferojnë ndoshta me shku në klubet e kryeqytetit, e Dinamo ka mundësinë financiare dhe kjo është avantazh për Dinamon. Por mendoj që Dinamo ka për ta fituar ndeshjen me Teutën, sepse është një ndeshje direkte dhe Teuta është rritë si skuadër, por Dinamo është një standard tjetër, është një nivel më lart. Mirë, komentuam përgjithsisht 3 ndeshjet e sotme, pozitat në tabelën e klasifikimit, por edhe 2 ndeshjet që do të luhen nesër. Ne do të komentojmë paksa edhe turneun shumë të rëndësishëm të futsallit, është turneu ndërkombëtar Ulçini Open 2026 që po zhvillohet që nga data 3 janar në Ulçin, në Pallatin e Sportit Marshall Tito. Po. Një emër që e mban që në kohën e Marshall Titos. E Marshall Titos? Po, një emër... Nuk është ndryshuar asnjëherë? Ja, asnjëherë, edhe s'duhet me ndryshuar asnjëherë. Tito e ka la një etap Jugoslav, kështu si kena Evropë, para Evropë, edhe shteti ishte i ba mirë si s'ka nëru... Opinione shumë pozitive kam dëgjuar nga Ulçinakët dhe nga Marazezet prej vitesh. Sigurisht. Edhe ju e konfirmoj. Neve nga ka boj i dhurati burr të keqveç. Enver Hoxha nga ka boj dhurati. Në politikë. Për ne, por ka kënë inteligencë, se i ka interesu. Ky burri keq me kente na. Pa. Misho, spektakel për disa ditësh në Pallatin e Sportit Marshall Tito, një turne tradicional, atje ku Vllaznia bëri mirë. Zdi që kanë pas sonte kanë pasur një ndeshje përcaktuese në turin gjysmë final me ekipin Meraja. Po, Meraja. Është një klub që ka qenë Pablo Bar, me sa dijën është ndruar emri. Sigurisht. Një ndeshje gjysmë finale që nëse Regjia do të ketë mundësi të lidhet drejt për drejt
me trajnerin dhe me drejtorin sportiv të Vllaznisë Futsal Arben Xhaferi për të marrë një informacion të përgjithshëm publik, sepse në mesazhet që unë sapo mora në Arben Xhaferi më thotë se arbitrimi ka qenë skandaloz kundër Vllaznisë. Penalti flagrante, problemet e tjera, dhe Vllaznia është mundur. Është eliminuar nga gjysmëfinalja pa shkuar në finalen e madhe të Ulqini Open 2026. Nëse Arben Xhaferi do të jetë drejt për drejt, mund të na sqarojë më mirë, por nga ana juaj duhet të di si po përjetohet. Ulqini e ka kthyer tradit. Po, ka ardhur. Falenderoj shumë regjis, kolegëve të mi Jakova dhe Gerdani. Arben Xhaferi, unë sapo e thash diçka që ju më keni shkruar në telefonin tim, shumë i paknaqur nga gjykimi, apo jo? Mirëmbrëma herë gjithë atij panel të respektueshëm. Një përshëndetje të veçantë për profesor Rudin dhe për mikun tim Seno, gjithashtu edhe profesorit. Respekt Arben. Me bëqeve që edhe aty një mnell mas një fitoret që ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për ekipin e Vllaznisë kundër Regatës. Ndërsa me kalu tek neshja jonë më vjen jashtëzakonisht keq përdimtë, sepse sot ato nuk e meritunin që të kthena në Shkodër me këtë rezultat, por megjithatë ti gazetin unë kam pak probleme fort për arbitrat, për arbitrimet, por pretendoj që kur ka torne të tillë miqësor dhe ne jena të thirrur, domethënë jena miq, pretendoj që jo me na ndihmu, por pretendoj që të paktën djemve mas me hangër haku i punës që kanë bë, mas me hangër haku i neshës që ato bënin sante, që unë i përgëzoj jashtëzakonisht. Po që të bëjmë, ecim parën, shohim nalt, atje ta shpresim kampionatin, por jena të gjithë të zhgënjym për sa i përket ecërisë nesër sotme. Çdo gjë shkoi mirë. Me rezultat, Xhaferi. Rezultati përfundoi 3-1 për ekipin në Meraja, që unë i respektoj shumë, sepse ka dhe disa lojtarë që kanë qenë pjesë e jona në aktivitetin që bëmë me Champions League. Një lojtar është Kenan. Edhe Kenani, po më të mirët e ekipit të Maradona. Një nga është e vërtet. Dhe ato unë i uroj suksese edhe të mëtejshme edhe në kalimin e turit tjetër dhe pse jo edhe të fitojnë këtë turne, por sonte mundë me thonë me plot gojë që nuk fitoj ekip më i mirë. Sonte fitoj një ekip ku mundë me thonë që ne nuk e flasim gjuhën e albitit. Megjithatë, ju largoni krye lartë, edhe ato postimet tuaja zyrtare me kryet nalt, në gegnisht, vazhdimisht i përcjellni. Absolutisht, po gati sepse... Nuk thoni kokën lart, po kryet nalt. Vllaznia Futsal ishte një provë pozitive, kjo pavarësisht se nuk arritet të kalonit në finale? Jashtëzakonisht shumë, kjo ndikon pozitivisht tek djem sepse na bën gati dhe na përgatit për kampionatin që do të fillojë mas pak, shpresojmë deri nga fundi i muajit. Por me këtë turne, si vjet, po edhe si vjet, ne fitojmë shumë gjëra, si nga ana cilësore, si nga ana teknike, si nga ana mbarvajtjes, si nga shohim se si organizojnë ekipet tjera dhe ka vetëm gjëra pozitive. Por më vjen keq sepse angazhimi jon për me marrë pjesë të këtë turne është njësoj si me marrë pjesë në kampionat, njësoj si me marrë pjesë në kupë, në Champions League. Ne jena serioze dhe na vjen jashtëzakonisht keq kur minimalisht neve na hahet haku. Ne nuk kërkojmë asnjë favor nga asnjë arbitër, qoftë shqiptar, qoftë malazes as kërkush. Kërkojmë thjesht neve mas me na hangër haku. Po si duket edhe këtë radhë kështu shkoi po. Ecim po kryet në siç edhe di. Misho është i pranishëm në studio dhe patjetër që kur të kthehet do të ta përcjell këtë opinion edhe atyre arbitrave, se patjetër do të njihet kush kanë qenë arbitrat e kësaj ndeshje. Por rëndësishme është. Unë mund me ullan një detaj, unë mund me ullan 2 detaje. Atëherë, në fundin e pjesë parë, dy lojtarë të ekipit të Merajës pa dash me dhanë emra, erdhën na kërkuan personalisht mu të falun, sepse u ndinin edhe ato keq nga mënyra se si po menaxhote arbitri neshin. Dhe në një moment caktuar ishte një person ku ju drejtua arbitrit dhe i tha nuk mungon gjatë tjetër vetëm se me veshë dhe fanelen e Merajës dhe hinë luajnë fush. Shpresojmë që mos të ndikojë negativisht për vazhdimsinë e sezonit tek Vllaznia, por rëndësishme është treshja kupola drejtuese, presidenti Fisnik Barbullushi, trajneri Alcid Tafili, sepse kemi mendën tek Edi Martini, dhe ju, si drejtor sportiv,
i klubit futbollit Vllaznia Futsal, por që luani rolin e trajnerit gjatë ndeshjeve, me qenë se trajneri aktual Arsit Tafiri luan si kapiten fush. Jeni gati për kampionatin? Ekipi është i konsoliduar në aspektet fizike, teknike? Ne jena jashtëzakonisht gati për me fillu kampionatin, jena jashtëzakonisht gati për me mbrojt titullin kampion, sepse është më vështirë me mbrojt se sa me fitu, sepse kjo është temë, kjo është temë meriton shumë, qyteti i Shkodrës meriton shumë, dhe ne do të përpjekna me bo maksimumin millon atë që i ta kanë nga ana sportive qytetit Shkodrës. Urime edhe Don Zoti, kampion futsalli, kampion Vllaznia e futbollit të madh. Këto janë kampion fuqi. Po me dalë të dyja kampion për i herë, s'ka nëllë në i herë. Se në fishta ka diçka. Du ta vlerësoj Erben Xhaferi në Fisnik Babullin, po dhe djemt të ekipit, sepse përveç se kanë fitu një titull kampion sportiv, po kanë fitu me një mënyrë qytetarijet, me një modesti, dhe kundërshtaronëve, si gjithmonë, se ka pas probleme edhe me flamurtarin që kishin probleme. Ju mbaj mend keni qenë prezent në pallatin e sportit Hasan Rusi në superfinalen Tirana-Vllaznia, ku Vllaznia fitoi me golin e Gjoklajt në minutën e parafundit të ndeshjes. Megjithatë që mendoj që unë si Seno e një vetin detyrojmë se nuk i kam njeh sa duhet për atë çka përfarsojnë, dhe si është ndërtuar ekipi futsal komplet me njëja ose e pove me Xhak Kuçeblu. Po edhe si tifoza, po edhe shumë ndoshta mendoj biznesmenë të tjerë kishte kanë e bukur që mu afru të futsala, sepse është një sport me shumë emocion, por edhe janë djemë si Erben Xhaferi, si Fisnik Barbullushi, si tanë lojtarë që janë me tamam djemë më të mirë Shkodrës. Së bashku me trajnerin kapitet. Me tanë lojtarë, Alciti kam lujt tap, jam i brezune. Është një kështetim. Kam kënë stol, po e ka lujt. Mes përvojës dhe rinis. Erben Xhaferi, falenderit për këtë ndërhyrje, sepse ju jeni në udhtim me sipër duke u kthyer nga Ulqini, po gjysmë finala tjetër. Derbi Ulqinak, Kraja Zogaj, si përfundoi? Po, sa po ka shënuar golin e dytë të ekipi Zogaj, rezultati aktualisht është 2-1 për Zogajn, të u bën ndeshje shumë e fortë, dhe nuk mundem me dhënë një mendim se si shkon ndeshja, por niveli këtu duhet me pranuar shumë i lartë. Ty në bravo që për këtë torneo që i organizojnë, por unë shpresoj që në një të afërt shumë të shpejtë dhe jo shumë të largët, të pretendojmë që një turnej të tillë të organizojmë edhe ne në Shkodër, gjithmonë nëse na jepet hapësirë me pas një infrastrukturë. Duke marrë përvojën ulqinake për ta shndruar në Shkodër. Meqense se Vllaznia u largua nga finalja në futsal, ne po bëjmë tifoz me Krajën, sepse Kraja ndikoi edhe për ju që të kualifikoheni në gjysmën finale, apo jo? Të mbundi kotorin. Absolutisht po, por thash, fitoft më i miri, kjo është një tornej që ja vlen me marr pjesë, por ja vlen me marr pjesë atëherë kur gjithçka është fair, po megjithatë prap të kthehem edhe herë, gjithçka metin në fush, ne nuk kena asnjë farë lloj pretendimi tjetër. Falenderojmë organizatorët, falenderojmë disa persona që na kanë dhënë shumë ofër, sepse mikpritja nga ana organizatorëve ka qenë jashtëzakonisht e mirë, dhe për sa i përket vitit që vjen kena kohë me menuar me marr pjesë, ajo kjo është një diçka tjetër. Por duhet të thonë edhe diçka tjetër në mbyllje. Falenderoj jashtëzakonisht Seno, se Seno ka qef me kanë pak modest dhe nuk do mi përmend disa gjëra, po ju kujtoj që Seno një vit, vitin që kaloi, ka qenë një ndër ata persona ku ka kontribuar në mbarvajtjen e logjistikës dhe bazës materiale për ekipin e Vllaznisë Futsal, dhe është ka një falënderim jashtëzakonisht për të, sepse në fund ditë prandaj thash, se kam kryer hala kret. Shife, na kena fjallën Shkodrës se na knaqna me pak, kështu që knaqna me pak edhe një që ka kënë mjaftueshëm për ne. Mjafton që dikush kujtohet për ne. Jeni fantastik, jeni mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Xhaferi, faleminderit, natën e mirë dhe suksese me rikthimin në kampionatin shqiptar. Faleminderit shumë, natën e mirë. Përshëndetje panelit. Natën e mirë. Rikthehemi në studio, pra Ulqini duket gjysmë finale tjetër, derbi Kraja dhe Zogaj. Xhaferi theksoi se Zogaj ishte në avantazh? Zogaj. Po Kraja është ekipi kampion fuqi këtij torneu. Po, vetëm si mirë edhe për mua edhe për Ulqini një turneo shumë i mirë, vit për vit, edhe pjesa Vllaznin i çan niveli i turneot edhe si mirë kështu me kenë arbitrat në ullog para duhet lojtar, duhet neshja, duhet rezultati,
ashtu ishtë futballi, ali Vulqini, edhe këtë turneo, edhe si baza përgatitje, jena pak organizumun, edhe duhet pak me në animu, edhe shteti, edhe tanë, edhe Vulqini ka nevoj, edhe ka mundësi me ken ashtu, edhe... Gjithsesi, nesër, kur shkonin në Vulqin, ngiri pak zërin, kritik ndaj arbitrave, duke përcjell edhe komentin në studio. Ne jemi drejt mbylljes emisionit, por ne do të trajtojmë edhe loret me dorë, basketbollin dhe sportin e bilardos, janë dy aktivitetet që kanë filluar në këtë vit të ri. Basketbolli ka nisur me fitore, ka mundur ekipin e Teutës, një rival tradicional, mundi me rreth 15 pikë diferencë në pallatin e sportit Çazit Mërvishit të Shkodrës. Ne kemi 2 intervista në këtë ndeshje me trajnerin e Vllaznis Enil Llazani dhe me kapitenin rreth 13 vjeçar të ekipit Dursak Kristi Goreja, që është edhe djali i presidentit të Teutës Arcele Goreja. Ndërkohë do flasim edhe për bilardon, ku në Shkodër është zhvilluar një kampionat kombëtar 18 më mirë të Shqipërisë, i organizuar në hollin e Grand Hotel Europa, aty ku në fund u shpall fitues Dursaku Kasterot Prenga, i cili mundi në finale bilardistin nga Tirana. Këtu kemi 2 intervista, është pikërisht fituesi Prenga nga Durrësi, por edhe drejtuesi i shoqatës së bilardos shkodrane, pikërisht Ertit Biba, i cili vijon punën e një pasionanti të ka herëshëm që ka merit për këtë bilardo të Vllaznisë, pikërisht një presidenti që unda për para kohë nga jeta dhe tashmë e zëvendëson pikërisht Biba, duke i dhënë kësaj bilardo, kësaj shoqate një jetë më shumë. Do të jenë këto intervista në fund të mbylljes së emisionit. Unë do ta mbyll këtu nëse nuk kemi diçka tjetër për të diskutuar. Që të kesh mendoj se unë iku shpejt. Jo, jemi në mbyllje, unë vetëm t'ju falenderoj sepse me pas është rradha e... Muin tjetër më ke prap këtu. Por me që... Shfrytëzoj këtë moment. Po i rikthem bilardos, me qenë se nuk e citova emrin e personit që është ndarë nga jeta, është Ardian Vorfa, një person shumë kontribues, që ka kontribuar jashtëzakonisht për bilardën shkodrane, duke i lënë Shkodrës edhe një sallë moderne, por ndarje për para kohë nga jeta, ja prov ato ëndrat e tia për të vijuar me tej, por kolegu i tij Ertit Biba po e vazhdon me shumë sukses. Pra ndiqni fillimisht basketbollin, 2 intervistat e basketbollit dhe me pas 2 intervistat e bilardos. Faleminderit e Misho Caushevic. Edhe juve për respekt, për mirëpritje dhe faleminderit. Për herë të parë në studion tonë. Jam Vulqin Akalli, jam edhe në Shkodër, jam një 2 metrosh, ka luajtur, se nuk folim gjatë për këtë, ka luajtur me shumë sukses si basketbolliste me ekipet e nivelive të larta në ish Jugosllavi, por tashmë është përkushtuar futbollit, duke qenë se është edhe administrator i qendrës së futbollit Caushevic në Vulqin, atje ku lindje dhe ky bashkëpunim se ju pritet dhe bashkëpunuat me ekipin e Vllaznisë. Faleminderit që ishit në studio. Respekt. Shpresojmë që Olçinakët ta kenë ndjekur me interesante. Senofishta. Nga faleminderit, a gjithmonë kënaqësi, t'jap gjithmonë mirënjohës për mbështetjen që na fillon gjithmonë, po edhe për punën që bën në Shkodër për tonë llojet e sporteve. Bilet të qesh me Çarçanin, i them kohëherë goci edhe dominant në kamera vetëm ku ka aktivitet sportiv. Kjo është detyra jon. Faleminderit. Bravo çof, se e bën për pasion, bravo më sa jena për si profesion. Vlerësoj shumë. Ishte kënaqësi që ishim këtu, ndoshta edhe duke plotësuar pritshmërinë dhe preferencat të shumë simpatizantëve tuaj që janë të panumërt që kanë qenë përpara, por sidomos me pjesëmarrjen tuaj në spektakle. Shumë jam munduar me aty tonëve, i vlerësoj shumë edhe më fal ku i kam shqetësuar, ku i kam mërzit me profesimin tim. Faleminderit. Faleminderit për të. Faleminderit shumë kolegët e mi të pultit të transmetimit, Nino Jakovo dhe Florian Grodani, patjetër kolegun tim të nderuar Mario Gjini, i cili përcjell vazhdimisht edhe kronikat sportive në këtë televizion, por sonte kontriboi edhe me prononcimet e pas ndeshjes të 2 trajnerëve dhe të Kallakut, që autori i golit të fitores. Falenderoj edhe 2 kolegët e sektorit të montazhit, Ledi Dani dhe Orim Hysa, nga unë Gason Marku, natën e mirë. Miru takofshin të mërkurën e ardhshme në tjetër e orë në këtë studio, me shpresën, dëshirën dhe besimin për të komentuar një fitore të Vllaznisë
në transfer me Dinamon. Deri atëherë mirupafshim. Vim nga një pushim 3 javor pa meshje. Ishim pak në dyshim se si do e filloshim lojën, sepse kur vjen nga pushimi gjithmonë nuk e din se si do të reagojë skuadra, po jam i kënaqur me mënyrën se si reaguam në fushë. Djem tu përplasën, patëm një fillim goxha të mirë, sidomos në mbrojtje, ku arritëm me kap ekipin kundërshtar kundra sulme. Nuk e pritshim që do e kishim kaq të menaxhueshme lojën, mendom se Teuta do kishte më shumë rivalitet ndaj nesh, duke pas parasysh edhe renditjen e tyre në kampionat, ku sot ishim me pikë barabarta, po ndeshja e sotshme na çon një pikë diferencë. Realisht keni mundur një skuadër që ka traditë dhe ka luajtur mjaft mirë edhe me skuadrat pretendente si Teuta, dhe mund të themi se është një sinjal pozitiv për Kuqerblut? Për vazhdimsinë e kam fjalën? Po, jam i kënaqur me ritmin e skuadrës. Tash java që vjen na gjen në Vlorë, ku do luajmë kundër Flamurtarit. Dhe më herë më mbrapa luajmë me Apollonin në Shkodër, ku jena një pikë diferencë ndaj Apollonis. Pra sot mbyllim fazën e parë, në vend të katërt, me një pikë diferencë ndaj vendit të pestë. Edhe tash duhet shohim mundësinë për të luftuar për vendin e tretë. Që të thotë që pas 2 javësh, duke llogaritur një fitore në transfert me Flamurtarin, në këtë pallat sporti Vllaznia Apollonia do të jetë një sfidë direkte për vendin e tretë. Duhet të marrim gjithmonë gjanat me radhë, mos flasim para kohët. Shkojmë të japim maksimumin në Vlorë dhe të përgatitena për ndeshjen e radhës pastaj. Besoj do jetë shumë ndeshje e fortë ndeshja në Shkodër ndaj Apollonisë. Jena në vështirësi, siç e pat edhe sot na është largu një lojtar, dhe rotacioni jonë është shumë i shkurt. Patëm momente ku provum djem të ri, ca gjana shkon mirë, ca gjana jo edhe aq mirë, mendoj që ndeshjen e radhës sidomos do kena hapësinë me i dhanë pak edhe djemve të ri hapësirë. Por skuadra është në vështirësi, jena me pak fjalë jena në fije të penit. Një lojtar me na dal, jena pa mbrapa shtëpinë. Pikërisht për këtë daljen me 5 gabime personale, vuare edhe pas ndeshjes deri vonë pati një dialog në mes të Klajdi Kirit të Vllaznisë dhe arbitrit të takimit për personalet që jepin pa kriter ndaj 2 metroshit të Vllaznisë. Në fakt 2.08 është shtylla Vllaznisë në tabel, por ngarkohet si shumë me personale. E vërtet është edhe përderisa edhe publiku edhe ju e keni vure, mendoj që është ka hapësirë për të pa çfarë mund të rregullojmë ne, por mendoj që ka hapësirë edhe nga ana e grupit gjykues për me pa pak edhe gabimet e tyre. Gjithsesi ne do bëjmë punën tonë, do vazhdojmë përpara, do japim maksimumin tonë. Janë gjana me të cilat jena mësuar më përballë, kështu që do vazhdojmë. Një pyetje që e bëra edhe kapitenit të Teutës, Kristi Gorea. Ku duhet të jetë Vllaznia në fund të këtij sezoni? Ku e parashikoni? Nuk është e thjeshtë me parashikuar, siç e pat sot Teuta erdhi me një përforcim, pra Teuta kishte 5 amerikan sot në dispozicion edhe 2 lojtarë shqiptar shumë cilësor, siç është Kristi Gorea dhe Elian Memçaj. Pra sot Teuta ishte me një rotacion me 7 lojtarë, me eksperiencë, ndërsa ne ishim me rotacion të cungum. Shpresoj që të na krijohet mundësia për ta mbush këtë boshllëk në të ardhmen, që të jena më kompetitiv me këto ekipe që pretendojnë me fitu. Normalisht të humbësh gjithmonë nuk është mirë, por ndeshja tregoi që ekipi Vllaznisë ishte më mirë në këtë ndeshje dhe meritoi fitoren. Ekipi jonë nisi periudhën e parë shumë avashë dhe periodat e tjera edhe pse luajtëm, domethënë në mënyrë më rivalizuese, besoj se diferencën e bëri perioda parë, ku edhe u krijua diferenca e thellë që ekipi jonë nuk arriti dot ta kthente rezultatin. Normalisht është një humbje kundër një kundërshtar direkt për play-off, që nuk është e mirë për ekipin tonë, por kampionati është i gjatë, kemi edhe fazën tjetër të kampionatit para se të shkojmë në play-off, kështu që kemi kohë të shohim gabimet dhe të rikuperojmë. 10 minutë i dytë, perioda e dytë ishte më mirë për ju, e fituat me një pikë diferencë, por para nuk shkoi mirë në pjesën e dytë. Po, siç e thash,
në periudhën e parë u krijua një diferencë rreth 12-13 pikësh, edhe normalisht kjo diferencë është e thellë për ekipe që kanë eksperiencë si Vllaznia. Normalisht ekipi jonë gjatë gjithë kohës u përpoq ta ulte këtë diferencë, arritëm ta bënim me fraksione loje në periudhën e dytë, por që faktikisht na penalizuan edhe goditjet nga distanca ku nuk ishim shumë të saktë, gjithashtu kemi humbur dhe rreth 10 gjuajtje të lira që mund ta ndihmonin ekipin ton të ishte në lojë, por besoj kjo e bëri diferencën dhe mbetet vetëm për të ulur kokën dhe për të punuar për ndeshjen në vijim. Kjo ishte ndeshja e fundit për fazën e parë dhe një farë mënyrë luajt për vendin e 4. Vllaznia fitoi dhe është përpara jush të 4-ta, ju në vend të 5. Si do të jetë ecuria e Teutës në vazhdim? Po, siç e thash, kemi edhe një fazë, domethënë kemi ndeshje, javën që vjen kemi një ndeshje prap ndaj një rivali direkt për play-off siç është Kamza, edhe kemi edhe mundësinë që të përmirësojmë rezultatet e fazës parë dhe ndaj kundërshtarëve të tjerë direkt si Fieri, domethënë Apollonia, Tirana dhe Shkodra dhe Kamza, siç e thash, kështu që këto ekipe do na të ndeshje direkt në fazën e dytë do të përcaktojnë edhe rënditjen tonë në fund për play-offin dhe shpresojmë që në play-off kemi një pozicion të mirë që të luftojmë deri në fund për objektivat tonë. Në aspektin personal, Kristi Goreja prej disa vitesh udhëheq Teutën si kapiten i skuadrës. I kënaqur me karrierën tuaj? Ky është sezoni im i 12 me Teutën. Normalisht kemi pasur sezone ku kemi arritur suksese të rëndësishme si kampionatet e fituara, kupa, superkupa. Ky sezon nuk është në nivelin e sezoneve të mëparshme, por gjithmonë ne jetojmë në momentin dhe gjithmonë përpiqemi të arrijmë rezultatin final dhe në fund kur të mbaroj karriera ime sportive mund ta shikoj në retrospektive dhe të mendoj për arritjet dhe disfatat dhe të jetoj me rezultatin nëse kam dhënë maksimumin. Shumë i kënaqur sepse e normale ishte arritje për ne, në ardhur në 8 më të mirë të Shqipërisë për sezonin 2025. Kena pretendimet tona normal edhe për muanelte, për më mirë për tana, do mbojmë çmosin për këtë sezon. Sahat Sokoli, kampioni i Shkodrës në bilardë, si dhe Samuel Marku ishin dy shkodranet që garuan në këtë teqe më të mirë të Shqipërisë. Sipas jush, si garuan? Po të shti përse nuk kena që me folë, se është ka disa vjetë që është në lojtarët më të mirë në Shkodrë, po diskutim me në Shqipni, është po diskutueshme. Ushtë Samueli është një perspektive rezi, është 19 vjeç, shumë djalë i ri, ka dëshirë shumë të madhe. Dhe do shohim si do shkojnë. Mosin që na me kanë sa më shumë konkurrues, tash ju e po të vetë që tu ka lojtar shumë mirë, pra Shqipnia për dhënë lojtar. Pra ishte Besar Spaju që përfaqëson Shqipninë tonë në botënor. Një lojtar shumë klasik e shumë i mirë. Por na do bëjmë po mundën që na mi provu kupat Shkodrë, mos me lanë në për rrethët e Shqipërisë. Ishte një garë shumë e bukur, shumë emocionale. Komplet turneu ishte emocional, i gjatë, organizim shumë i bukur nga federata. Finalja ishte shumë emocionale, sepse gjithmonë me besin është lojë fort dhe si rrjedhore është emocionale. Po jam si përfundim i lumtur që fitova dhe të falenderoj që mu dha rasti me thënë diçka. Dhe fitoria dedikoj çunit tim Bojkenit, që po më shifte nga ekrani, dhe ja dedikoj atij. Po, ishte organizim fantastik, shumë i bukur, falenderojmë federalën, presidentin, shumë bukur çdo gjë. Organizim fantastik, jam shumë i kënaqur, do jetë kujtim shumë i bukur.